Harrojeni botoksin, ja si të zhdukni rrullat në fytyrë. Të gjitha trajtimet dhe kremat anti-rrull mund t'jenë të shtrenjta, por një pjesë e tyre përmbajnë edhe kimikate të dëmshme për lëkurën. Në vend të tyre në shtëpi mund të përgatisni një maskë shumë të thjeshtë për fytyrën me përbërës kryesor edhe kakaon. Për shkak të sasive të larta të antioksidantëve, kakao mund të ndihmojë në parandalimin e rrullave dhe t'i jap lëkurës shkëlqim dhe hidratim. Ajo gjithashtu ndihmon lëkurën të mbrohet edhe kundër problemeve të shtinës. Ja receta për këtë maskë: një avokado, 2 lugë gjelle kakao plur, 1 lugë çaji mjalt, 1 lugë çaji kanellë. Fillimisht qëroni avokadon dhe vendosni në një enë. E coptëzoni me piru, shtoni ingredientët e tjerë. Mund të përdorni edhe ose shtryese ose një bluase nëse doni. Përzini përbërësit derisa të formohet një pastë e njëtrajtshme. Aplikoni në fytyrë 2 herë në javë për të patur gjithashtu edhe rezultatet e shumë pritura për mbrojtjen e lëkurës suaj.